Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë për dosjen e Bankers Petroleum, duke ja kaluar për hetime të mëtejshme SPAK. Vendimi u mor për shkak se dyshohet se gjatë hetimeve janë evidentuar elemente të korrupsionit dhe dyshime se ka të përfshirë edhe zyrtar të lartë. Gjatë kqyrjes së celularëve të personave të arrestuar janë zbuluar elemente që të çojnë drejt konsumimit të veprës penale të grupit të strukturuar kriminal. Dosja e Bankers u mbajt për disa muaj nga Prokuroria e Fierit, por mësohet se 2 ditë më parë është referuar në SPAK. Gjatë një aksioni në 2 korrik u ekzekutuan 10 masa sigurie, si dhe u shpallën në kërkim 4 shtetas të huaj. Organi i akuzës ngriti 5 akuza: krijimi i skemave mashtruese lidhur me TVSH-n, fshehje të ardhurave, pastrimi i parave, shpërdorim detyre dhe mos kryerje detyrave nga organet tatimore. Por për çfarë akuzohet konkretisht kompania Bankers Petroleum? Sipas hetimeve, rezulton se kjo kompani ka krijuar skema mashtrimi për të fshehur të ardhurat. Kompania deklaronte se dilte në humbje për 20 vite rresht, ndonse aktiviteti vijonte normalisht. Gjatë kësaj periudhe, rezulton se Bankers ka eksportuar apo shitur 532 miliard lek naftë. Përmes kësaj mënyre ka shmangur detyrimet tatimore dhe madje ka përfituar edhe rimbursimin e TVSH-s.